Jemi rikthyer sërish në studion e Buzëqeshit ditës dhe siç e kam thënë edhe në minutat më parë të programit, maji shënon një muaj shumë të veçantë, pasi është muaji i ndërgjegjësimit për shëndetin mendor. Kam qenë duke folur në pjesën e parë për kujdesin trup, shpirt dhe mendje dhe tani jam shumë e lumtur sepse nuk jam vetëm në studio. Së bashku me mua në studio është edhe doktoresha Nikolina Bode. Përshëndetje doktoresha dhe mirë se ke ardhur. Faleminderit për ftesën. Ju përshëndes. Është kënaqësi të kemi ty në studio në mënyrë që të na tregosh nga eksperjenca jote. Siç e thash pak më parë, unë sot në Buzëqeshit ditës isha duke folur për kujdesin në tërësi. Jo vetëm të fizikut ton, por edhe të mendjes dhe të shpirtit ton, sepse e vërteta është që ne si njerëz priremi dhe kemi shumë të lehtë të flasim për fizikun, për kujdesin ndaj trupit, të shkojmë te doktori kur na dhem diçka fizikisht, por vazhdojmë dhe hezitojmë kur bëhet fjalë për shëndetin mendor. Doktoresha, ti si mendon, pse ky hezitim që të flasim hapur për shëndetin mendor? Nuk duhet të ketë hezitim për shëndetin mendor, duhet të vlerësojmë tërësinë e organizmit tonë, sepse ashtu funksionon, siç ju e thatë, trup, shpirt dhe mendje bashk, dhe gjithçka duhet jetë e koordinuar, e organizuar, që të jemi produktiv, të jemi në mirëqenie totale, organike, psikologjike, të japim rendiment në familjen tonë, në përditshmërinë tonë, të realizojmë detyrat dhe planet e përditshme dhe ne është e vërtetë siç ju thatë, shkojmë me vrap te doktori kur na dhëm diçka fizike, duke harruar dhimbjen shpirtërore, duke harruar shpirtin ton që vuan, mendimet, humorin, funksionimin ton, energjinë ton, që funksionojnë të gjitha këto si një orkestër, që t'japin një melodi, pra gjithçka duhet jetë organizuar dhe duke bërë shumë për familjen, për fëmijët, për bashkëshortin, për punën, ne harrojmë veten tonë. Harrojmë vuajtjen shpirtërore. Dhe kjo është e dhimbshme kur kaloj në ditë, javë, pa kërkuar ndihmë, ashtu siç mund të bëjmë për një dhimbje dhëmbi, për një dhimbje barku, për një dhimbje gjoksi, apo të ndonjë gjymtyre, që i drejtohemi ekzaminimeve, i drejtohemi mjekut, ndonjëherë vuajmë shpirtërisht dhe edhe pse bëjmë shumë analiza dhe ekzaminime, se çfarë kam, por nuk e di, nuk e kuptoj, analizat nuk më nxjerrin asgjë, ekzaminimet nuk më nxjerrin asgjë, pra ndonjëherë është mungesë informacioni, ndonjëherë është aresë apo neglizhencë, por kjo pak duke kaluar javë, ditë, orë, muaj, bëhet shumë nesër, duke prishur cilësinë e jetës tonë, funksionalitetin tonë dhe duke na dhënë pa aftësinë, e cila sa më shumë kohë kalon, aq më shumë kohë do të rekuperohet. Pra ne mund të shërohemi shpejt duke u ekzaminuar shpejt, duke evidentuar ankesat tona shpejt, qoftë edhe me një kontakt me psikologun, me një person të fushës së shëndetit mendor për të referuar ankesat tona. Nëse vizitat mjekësore nuk nxjerrin një diagnozë organike, atë që ne kërkojmë ta gjejmë në trupin dhe organizmin ton, mjek të ndryshëm nuk vën një diagnozë për ankesat tona, dale se duhet të na shkojë mendja për një problem të fushës së shëndetit mendor, për një problem psikologjik i cili do terapistin e duhur, ndërhyrjen e duhur, në kohën e duhur, që ne të rekuperohemi shpejt dhe t'i kthehemi jetës dhe përditshmërisë tonë. Shpeshherë ne justifikojmë veten me lodhjen, mendojmë jemi të lodhur. Po si ta kuptojmë ndonjëherë që nuk jemi thjesht të lodhur, por kemi nevojë për ndihmë emocionale apo psikologjike?
Po, kjo është një ankesë e shpeshtë dhe rutinë që e dëgjon në përditshmëri dhe çuditërisht në të gjitha moshat. E si kur ja bëjmë diagnozë vetes, mos e lodhje ka. Është lodhje, do kaloj. Ka lodhje që kalojnë, ka lodhje që qëndrojnë. Është një ankesë sa e thjeshtë, por është një vuajtje emocionale kjo lodhje, është një mbingarkesë e rutinës, sepse ndonjëherë njeriu merr një super detyra, super lodhje, të cilat to japin një konsum emocional, japin një konsum energjish, dhe sa e përballueshme është kjo lodhje. Pra, sa ne e durojmë këtë lodhje, sa kjo na prish cilësinë e jetës dhe funksionalitetin ton. Kjo lodhje do ndërhyrje apo nuk do ndërhyrje, pra së pari kur ndihemi të lodhur dhe ne si profesionistë të shëndetit mendor tek pacientët që e kanë këtë ankesë, e cila është shumë e shpeshtë, po e them dhe në të gjithë moshat, edhe tek të rinjt, jo vetëm në moshën e punës aktive apo më shpesh në moshën e tretë, ne gjithmonë përjashtojmë një sëmundje organike. Pra kërkojmë një kontroll të përgjithshëm, mund të jetë një anemi, mund të jetë një sëmundje e pazbuluar, kërkohet një ekzaminim dhe si përjashtohet pjesa organike, është shumë e rëndësishme të vlerësohet pjesa emocionale. Pra, jemi të lodhur apo të mërzitur? Jemi të lodhur apo jemi të ngarkuar emocionalisht, na kanë mbytur mendimet negative, humori i rënë, frika dhe pasiguria për jetën, për të nesërmen, si do shkoj dita sot, çfarë do më ndodh. Pra, të gjitha këto që shihen mbas kësaj lodhjeje, ne duhet t'i komunikojmë, duhet t'i bisedojmë, pra të gjejmë mbështetje diku, tek një familjar, tek një afërm, tek një shok apo shoqe, tek një profesionist, një psikolog, dhe kur prishet funksionaliteti, kur ne nuk realizojmë dot detyrat e përditshmërisë në shkollën, në punën, në profesionin ton, dhe kur kjo zgjat për të paktën 2 javë, dale se këtu kemi me një diagnozë të shëndetit mendor. Pra këtu vërtet na duhet një ndërhyrje profesionistësh, një ndërhyrje psikoterapeutike, apo kur këto janë të rënduara dhe përveç prishjes së funksionimit dhe të rutinës, cilësisë së jetës tonë mund të rrezikojnë edhe jetën tonë. Pra kur këto shoqërohen me prishje të gjumit, me netë dhe orë pa gjumë, me prishje dhe dëmtim të oreksit, ndryshime të peshës trupore, apo mendime negative të cilat janë të dëmshme për ekzistencën tonë apo të tjetrit, pra rrezikshmëria është e lartë dhe ne duhet të ishim drejtuar tek profesionisti më herët. Pra ta zbulojmë dhe ta trajtojmë herët këtë lodhje që ju përmendët dhe çfarë fshihet pas saj. Jetojmë në fakt në një kohë të mbingarkuar, siç e thatë edhe ju, ku ritmi na merr, mbingarkesë, stres, por ajo që më bën përshtypje është se njerëzit në ditët e sotme shpeshherë ndjehen edhe në fajt të pushojnë. Si mendon, a lidhet edhe kjo me shëndetin mendor, është diçka emocionale? Kjo ndjenja e fajit që ndjejnë kur pushojnë apo kur nuk janë produktiv mjaftueshëm, siç e mendojnë ata? Fajsimi vetes kur nuk e faj është shumë i dëmshëm, pra. Ndonjëherë marrim ngarkesë të egzageruar, na mungon ndihma nga dikush, sepse edhe ngarkesa duhet përpjestuar, jemi disa anëtar të familjes. Pra ndonjëherë ngarkesa është aq e madhe sa marrim detyrat dhe punët e tjetrit. Ndërkohë, ne duhet ta pjestojmë, ta ndajmë ngarkesën tonë për të mos u dëmtuar emocionalisht dhe jo vetëm, sepse kjo ngarkesë sot dëgjon njerëzit gjithë kohës të thonë nuk kam kohë. Pra është shumë e ngarkuar jeta, kërkesat në familje, ndaj preokupime, ndaj fëmijëve, detyrat, janë të ngarkuar ndonjëherë me 2-3 punë dhe harojnë të jetojnë.
Pra, në të gjithë këtë ngarkesën nuk kam kohë, gjithmonë duhet të gjesh kohë për veten. Kohë për veten, jo ta fajsosh veten, sepse edhe njeriu mban aq detyra sa kapacitet ka. Jo të gjithë njerëzit e kanë kapacitetin një lloj për të mbajtur detyra dhe kjo mbi ngarkesa është e dëmshme. Pra, rekomandohen pushimi, organizimet familjare. Sot njerëzit kanë më pak kohë për të qëndruar bashkë, kanë më pak kohë për të qëndruar pranë familjes, pranë fëmijëve, pranë njëri tjetrit. Mungon komunikimi fizik, komunikimi real, është kthyer gjithçka në virtuale. Shumë kohë merr teknologjia dhe jo vetëm ngarkesa dhe puna. Ndonjëherë teknologjia ka bërë njeriu që të mbushë kohën, njerëzit të gjejë të gjithë atje, ndërkohë që është distancuar nga njerëzit që janë më të afërt, atyre që vërtet duhet ju japë kohë, vëmendje, komunikim, duke e shpërndar energjinë, kohën, vëmendjen virtualisht, dhe kjo vërtet ka prishur mënyrën e funksionimit në përditshmëri, në atë produktivitetin që njeriu duhet të ketë, rendimentin që duhet të jap, kohën fizike që duhet të kaloj me familjarët e vet, duke u distancuar, duke dhënë një ftohje në biseda, një ftohje në argëtim, një ftohje edhe në tavolinë mund ta ha më 4 veta, po secili është i fokusuar në ekranin apo tabletën, duke mos qenë atje, duke qenë fizikisht po jo emocionalisht. Pra, sot në shoqëri, në të gjithë botën, është vënë re një ftohje emocionale me njerëzit më të afërt. Pra, sot me njerëzit më të afërt jemi larg dhe jetojmë, komunikojmë, emocionohemi gjithmonë virtualisht. Dhe kjo ka krijuar një varësi të vërtetë që merr shumë kohë, e cila hyn në grupet e varësive të tjera, siç është varësia nga alkooli, drogash dhe varësia nga teknologjia, e cila ka pasojat e saj në marrëdhëniet familjare, sociale dhe në shëndetin tonë mendor. Mos them dhe në orët e gjumit, duke shkaktuar pagjumësi, dhe kjo lodhja energjia sot lidhet dhe me varësinë nga teknologjia dhe pasojat e saj, duke sjellë probleme në marrëdhëniet sociale dhe familjare. Kriza sociale dhe familjare, probleme të shumta në familje, që mund të gjenerojnë edhe në dhunë të vërtet, në debate, konflikte, vetëm prej varësisë nga teknologjia. Çdo këshill dhe çdo informacion prej jush doktoresh është shumë i vlefshëm, por duke qenë që kohën e kemi pak të kufizuar, unë do doja që ta mbyllnim me disa këshilla praktike, cilat janë disa gjëra të vogla ndoshta që mund t'i bëjmë në përditshmërinë tonë gjithë secili prej nesh, të cilat mund të na ndihmojnë në mirëqenien tonë mendore. Atëherë vlerësoje veten, duaje veten së pari dhe bëj më të mirën për veten tënde, duke çdo ditë është një pozitivitet, është një optimizëm, që nesër ka një ditë të re, për më mirë, dhe të gjithë duhet ta kemi këtë shpresën, që nesërmja duhet të jetë më e mirë se sa e sotmja. Nëse kemi gabuar sot, ta rregullojmë nesër. Dhe kjo është ajo që kemi në dorë për të ndryshuar. Duke vlerësuar veten. Çdo domethënë njeriu duhet të ngrihet me një plan ditor. Çfarë do bëj unë nesër? Dhe të marr ngarkesë aq sa përballon, të organizoj ditën, ta organizoj duke realizuar detyrat dhe duke jetuar shëndetshëm. Në stili i jetës është prioritet, ka një ABC shëndeti, sa e thjeshtë për ta thënë, po pak e vështirë për të zbatuar, që janë ushqimi, ne jemi çfarë hamë, të organizojmë vaktet, energjit, kalorit tona, është shumë i lidhur shëndeti mendor dhe fizik me mënyrën tonë të ushqyerjes. Kemi vese, nuk kemi vese, me lëndët e gabuara që mund t'i futim organizmit tonë, që fatkeqësisht kjo sot po ndodh në moshat e vogla dhe të ershme, po ka pasoja shumë të dëmshme nesër, lëndët energjike, ushqimet artificiale, vaktet jo të rregullta, kalorazhi ditor që marrim, pesha jon, është shumë e rëndësishme kjo,
për mirëqenien fizike dhe psikologjike, sepse edhe pesha fizike ka të bëjë me vetë vlerësimin që ne kemi për organizmin tonë. Dhe kjo jo vetëm që ka pasoja organike nesër, në sëmundje metabolike, diabeti, hipertensioni, por ka të bëjë dhe me respektin që kemi për trupin dhe si ndihemi ne me trupin tonë. Të ndihemi mirë emocionalisht, duhet të ndihemi mirë fizikisht, pra të ndihemi mirë me peshën tonë, të ndihemi mirë me shëndetin e organizmit tonë. Të gjitha këto janë në sinkrone me njëra tjetrën. Gjumi është pika B. Gjumi është shumë i rëndësishëm, respektimi i orareve. Dhe gjithmonë ju them të gjithë personave që kontaktojnë ose që realizojnë një kontakt vlerësimit pjesës psikologjike apo të statusit mendor, janë shumë e rëndësishme të respektojnë oraret e gjumit. Është edukim gjumi. Do të thënë siç e mësojmë ashtu bën organizmi, por gjatë gjumit është pjesa fiziologjike e organizmit, është çlodhja e trupit tonë, është çlodhja e psikologjisë tonë, është rigjenerimi, rikuperimi për ditën e nesërme. Pra nëse flejmë mirë, ne ndihemi mirë, emocionalisht, fizikisht kemi energji. Dhe ja u shpjegoj shumë thjesht, është si celulari, punon nëse nuk e karikon? Nuk punon. Ashtu janë dhe orët e gjumit. Pra organizmi jonë do ndihet i lodhur, do ndihet i dobët, pëson ndryshime metabolike, emocionale, psikologjike, të cilat dhe këto kanë pasoja nesër. Pika C, që është prap një pikë shumë e fortë, është aktiviteti fizik. Sot njerëzit kalojnë më shumë jetë sedentare, nuk lëvizin dhe kjo është pasiviteti, ndikon përsëri në shëndetin tonë mendor dhe fizik. Ne përdorim makinat, ne përdorim ascensor, ne qëndrojmë shtrirë duke përdorur celularin, pra nuk lodhemi sot për të bërë lëvizje, por duhet të lëvizim. Pra, siç është gjumi dhe ushqimi, ashtu është dhe aktiviteti fizik. Që fëmijët duhet edukohen hershëm me sporte, me aktivitet fizik, që ta kenë edhe nesër pjesë të praktikës së rutinës së tyre. Sportin, palestrën është dashuria për jetën. Një trup që lëviz është një trup i gjallë, është një trup që jeton, është një trup që shton jetë gjatësin. Dhe këtë ja u shpjegoj prap me një fjalë të thjesht, një ujë që rri qelbet. Ashtu dhe organizmi tonë ndotet nëse nuk lëviz, nëse jeton në pasivitet. Ndotet nga toksinat, nga helmet, nga lëndë që nuk shpërbëhen, pra të gjitha këto duhet jenë sinkrone me njëra tjetrën për të pasur shëndet, mirëqenie fizike dhe emocionale. Doktoresha, unë ndihem e motivuar nga gjithçka që ndave me ne dhe të falenderoj nga zemra që na u bashkove sot në Buzëqesh i ditës. Ishte kënaqësi të kishim në studio. Faleminderit, kënaqësi për mua. Dhe jemi mirëpritur sërish për të folur edhe më gjerësisht në një puntat tjetër. Dëgjues të dashur, faleminderit që ishit së bashku me ne sot në Buzëqesh i ditës. Kalofshi një pasdite sa më të këndshme, do të dëgjohemi sërish në puntatën e radhës.